الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نحمدك ونشكرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Falënderimi dhe lavdërimi i takon vetëm Allahut fuqi plot. Atë falënderojm dhe vetëm nga I falë ndihmë për paqe dhe mëshira qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të sinqert dhe mbi të gjithë muslimanët që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të ndershëm vëllezër, secili prej nesh kemi ose ka përgjegjësi edhe atë fillimisht përgjegjësi apo detyrim apo obligim ndaj Allahut fuqiplot. Përgjegjësia e besimtarit ndaj Zotit, përgjegjësia e muslimanit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Përgjegjësinë kryesore e kemi ndaj Zotit. Kemi lloj-lloj përgjegjësie në këtë botë, mirë po përgjegjësia kryesore është e Allahut subhanahu wa taala. Allahu xhaleshanu në Kur'an thot: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Unë nuk e krijova ose nuk e kam krijuar ose nuk I kam krijuar gjinët dhe njerëzit përpos se të më adhurojnë. Kështu Zoti thot. Njerëzit dhe gjinët nuk I kam krijuar përveç se të më adhurojnë. Ta është të dy punja, ose adhuron Zotin, ose nuk e adhuron. Opcion tretë nuk ka. Ata që adhurojnë Allahun e kanë krij detyrën dhe përgjegjësinë, obligimin dhe Zotit. Ata që nuk e adhurojnë kanë dështu. Të ndershëm vëllezër, mirë po adhurimi ndaj Allahut subhanahu wa taala nuk kufizohet për shembull vetëm me namaz, me agjerim, me haç. Por në përgjithësi të gjitha veprat që janë të mira edhe janë në janë në rrugën e duhur që është e parapame në Kur'an dhe Sunet, është për Allahun subhanahu wa taala, ose është detyrë dhe obligim që e kemi ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dërshëm vëllezër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Innamal a'malu binniyat." Se veprat bëhen me qëllim. Secili prej neve e ka një qëllim të caktuar. Edhe në aspektin fetar, por edhe në të gjitha veprat tjera. Secili prej neve, ashtu që jemi në xhami, e kemi pas qëllim prej dje, prej pardje, ose prej mëngjes që në këtë kohë ka më shku në xhami. Pse? Me falë namazin e xhamas. Dhe më thonë, çdo punë e mirë që e bëjmë, ose që bëhet për Allahu subhanahu wa taala, ose me nijet, nëse a me nijet të pastër, është adhurim për Allahu subhanahu wa taala. Të ndershëm vëllezër,
Në qoftë se kemi përgjegjësi ndaj Allahut, kemi detyrë, kemi obligim, atëherë kemi përgjegjësi edhe ndaj vetes. Secili njeri ka përgjegjësi ndaj vetes. Edhe ndaj tjerë. Çka thot Zoti në Kur'an? Wala tulqu bi ejdikum ila tahluke. Mos e çoni veten e juaj ose veten tuaj në shkatrim. Të ndërshëm vëllezër, secili prej nesh është përgjegjës për mendjen e vet, për zemrën e vet, për trupin e vet dhe për të gjitha të mirat që Allahu xhaleshana na ka kriju në aspektin fizik. Mirë po, ne kemi njerëz që e dëmtojnë veten. Nuk guxon askush prej nesh me mendu, me dëmtu veten. Por vetëm se duhet me ndihmu dhe me largu veten nga problemet e mundshme që mundet mi pas njeriu. Mirë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, trupi yt ka të drejtë mbi ty. Më thonë edhe trupin që Allahu xhaleshana na ka dhënë secilit prej nesh, ne duhet me mendu si ta ruaj, si ta mbrojmë. E jo si ta shkatrojmë. Se ndonjëherë njerëzit me pije dhe haje haram që janë të ndaluara e shkatron veten në aspektin fizik. Pse Allahu i ka ndaluar ata? I ka ndaluar për me mbrojt trupin. Shpirti, shembull, nuk lëndohet se pi alkool ose nuk pi. Ama trupi lëndohet. Mendja humbet. E tash nëse do me rujt veten në aspektin fizik, atë duhet mu largu nga sendet që e problematizojnë ose e dobësojnë ose e keqësojnë njeriu në aspektin fizik. E treta, të ndeshëm vëllezër, nëse e para ishte përgjegjësia ndaj familjes, e dyta ishte përgjegjësia ndaj trupit, e treta përgjegjësia ndaj familjes. Të gjithë ne jemi përgjegjës për kopejën tonë. Kopej i vjen për familjet e tonë. Nuk ka mundësi njeriu një ditë prej ditëve mos me dhonë përgjegjësi për Allahu subhanahu wa taala. Edhe ai që është mirë ka me dhonë përgjegjësi, edhe ai që është keq, edhe ai që ka pasuri ka me dhonë përgjegjësi, edhe ai që është fukara ka me dhonë përgjegjësi, të gjithë. Allahu xhaleshana në Kur'an thot: Ja eyyuhalladhina amanu, o ju që keni besuar, qu anfusakum wa ahlikum nara. O ju që keni besuar, ruani veten dhe familjet e juaja nga zjarri. Do të thonë secili e ka për obligim të ruan veten e pastaj të ruan familjen e vet nga zjarri. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: secili prej jush, secili njeri është bari, është çoban, dhe secili do të përgjigjet për kopejën e vet, për familjen e vet, për atë që është mbikëqyrës. Nuk mundesh ti mos me dhon përgjegjësi për fëmijët e tu. Nuk mundesh me janë shkollu ata dhe mos më t'interesu për ata. Një ditë prej ditëve kemi dhon përgjegjësi. Por atë shkak, se cila vepër që e bën fëmiju, vajza apo djalë, deri më pak se 18 vjet, përgjegjësinë edhe prindja e merr. Janë rregulla këta strikte që
edhe Allah Gjeleshanuhu i dënë, por edhe njerëzimi i dënë, pastaj. Nuk mund është ti shembull, mos më të interesu vajza dhe djali ku janë dhe si janë dhe çka. Me pas një lloj përgjegjësie. Nuk mund është ti me të kalu një muaj, e shef se djalin dhe vajza nuk mirën as me shkollë, as me punë, edhe mos më intervenu. Mos me pas përgjegjësi. Mos më mërzit hiç. Ja, duhet pak me bëu një pyetje, mi thonë, pse nuk shkon në shkollë? Dhe më thonë, duhet me pas një lloj përgjegjësie. Por edhe pasi që ti bëjnë 18 vjetë. Prap duhet më interesu. Prap duhet me dhonë këshilla. Ndoshta s'ki përgjegjësi direkte, mirë po përgjegjësia indirekte, se të nënherë jetë ndaj familjes. Të ndeshëm vëzër, e katërta përgjegjësia ndaj shoqërisë. Secili prej nesh është përgjegjës ndaj të gjithë tjerëve. Në mahallë je përgjegjës, në familje e përmendëm, në mahallën tënde ku jeton, ke përgjegjësi. Në komunën tënde ku jeton, ke përgjegjësi. Në lagjen tënde, në qytetin tënde, në shtetin tënde, në përgjegjësi. Do të thonë, quhet përgjegjësi shoqërore. Thotë Allah subhanahu wa taala në Kur'an: "Wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa." Dhe ju ndihmojuni ndërmjet vete në mirësi, në të mira dhe në devotshmëri. "Wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan." Edhe mos bashkëpunoni ndërmjet vete në të keqe dhe në armiqësi. Nëse flasim tash edhe ndëgjojmë, mirë po shifni ju në botë, se mua më duket, inshallah e kam gabim, se më shumë njerëzimi e ka filluar të bashkëpunohen në armiqësi të keqe, se sa të mirë. Shumë herë kemi përmend shekulli 21, shekulli teknologjisë, teknikës, të mirave, ende me pa fëmijë duke u vrarë në kohën e sifilit, se dikujt u ka vdekur. Do një njeriu të sëmur, psikikisht, shpirtnisht. Para me dhe, ajo ka marrë meja edhe njerë, se ka marrë kështu koha. Ne kemi jetu me një kohë prej vitit 1945 deri ka viti 98 për fusë dhe luftën e Kosovës, e ne njësojnë e Kosovë, Maqedoni Shqiptar njësej. 97, 98, 99, 2001, një 40 vjetë s'kina pas luftra. Prej 45 deri 40 edhe ma shumë pak. Edhe kur kena lezu, kur kena mësu në shkollë, ina trishtu, ina demoralizu, se si mundet para 40 viteve, shembull më uvra 1 milion e 5 milion e 10 milion njerëz. Mirë po në erdhë koha, me përjetu edhe vetë në vendin tonë, por edhe me ndi mërzinë e madhe, kur po i shohim vëllezërit tonë, modrat tona, duke u masakrua, u vrarë kështu më radh. E keni me një lloj përgjegjësi shoqërore të ndërshëm vëllezër, me dua dhe me lutje. Bëni tash dua para se të thirrë zonin xhamos, o një kohë ku pranohen lutjet dhe duat e juaj dhe tona të gjithë. Allahu ju ndihmon muslimanëve kudo që janë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu më i mirë është ai i cili ju sjell njerëzve dobi. Njeriu më i mirë prej jush është ai i cili ju sjell njerëzve dobi. E ai që nuk ju sjell dobi, nuk do të thonë se i keqë. Mirë po jemi duke thonë më i miri, se ka i miri
edhe ka më i miri. Ka i keqi edhe ka më i keqi. Tash, nëse nuk bëjmë, nuk i sjellim njerëzve dobi, bile mos i sjellim dëm. Bile ndonjëherë du të me rujt veten këtë kohë, lene se të mirë s'bajmë, mos ja bëjmë dikujt në të keq. Du të me rujt veten, mos me avon dikujt në të keq. Të ndërshëm vëllezër, pastaj e fundit, përgjegjësia ndaj natyrës dhe krijesave tjera. Pse Islami, për shembull, një pa përpara, ata shtëpia ndryshe, ai ndërtimi, stili, a kanë thonë trohat e bukës, a kanë thonë mos i hudh ku dush ti. Natën kur të ecish, mos ec në për rrugë ku s'ec njeriu. Ec në rrugën ku ecën njerëzit, jo ku s'ecën njerëzit. Pse se përgjegjësia ndaj natyrës dhe krijesave tjera. Nuk ka vetëm njeriu, ka dhe krijesa tjera. E keni dëgjuar ju shembull, vallahi be filani nuk ishte mirë se ka marrë ograk. A keni dëgjuar këtë fjalë? Ograk. Çka i vjen kjo? E ka prek shejtani dhe djalli, e ka prek. Pse se e ka shkel. E ka shkel se ato krijesën vete, që nuk i shohim ne, mirë po janë krijesa. Edhe ata e kanë një farë dijet, për exemple ka treguar ku jeton e gjint edhe shejtant në vendet papastërta, vendet të liga në për qoshe ku s'he njeri. E ti çka ke shku, çka ke lip aty? Edhe pastaj ke shkel, edhe ka ndodhur ndonjë keq. Por atë çka të ndreshë vëllezër, njeriu duhet me qenë vigjilent dhe i mençur dhe i zgjuar dhe i ditur dhe i mirë, i sinqert, i drejt, lënë se nuk i bën askujt keq, por edhe natyrës që Allahu e ka kriju, për ne nuk bën me dëmtu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse dikush mbjell një pemë, edhe njerëzit apo kafshët të ushqehen prej saj, ai do të ketë shpërblim sadakaje. E ka mbjell diçka dikun, edhe njerëzit kalojnë pastaj, ose kafshët, ose kush do që kalon, e shfrytëzon atë ti dhe unë, dhe kush e ka bën atë vepër të madhe, ka me pas të mira dhe se vabë, sikur mi dhonë sadaka dikun. Për atë çka këtë ndresë vëllezër, përgjegjësia ndaj natyrës dhe krijesave tjera. Të kemi vëmendje. Nuk mund me uqajt, valla, zbjen shi, valla, zbjen kjo, valla, zbjen ajo. Ajri pa pastër, kjo nuk ban, ama vetë disa puni bën. Vetë disa puni bën. Nuk ka ujë sa duhet, atër ditën harxojmë ujin pa nevojë. Por atë shkak janë disa punë ndodhen tonë. Unë s'm duke folë për punë që janë dorë të Zotit. Se ndonjëherë ne dim punë të Zotit du mi kri. E kundërta. E kënaqëm tonat me punë të Zotit mirim. Ja. Zoti i ka detyrat e veta, punë e veta. Ne si njerëz i kemi punë të tua, detyrat tona. Nuk ban me i përzit. Të ndeshëm vëllezër, si përfundim, përgjegjësia e besimtarit është në adhurimin Allahut subhanahu wa taala dhe përkushtimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. E dita kujdesin që duhet si ne si njerëz me pas për veten në aspektin fizik, në aspektin shpirtëror, në aspektin intelektual. Secili prej nesh. E treta, përgjegjësinë duke mos e anashkaluar askënd, përgjegjësinë ndaj familjes, për edukim dhe mirëqenje, të ndeshëm vëllezër. Mos e anashkaloni edukimin dhe mësimin e fëmijëve juaj. E katërta, angazhimi janë në shoqërinë tonë ku jetojmë, duke i ndihmuar tjerët.
Edhe pensa ruajtja e natyrës dhe ruajtja e krijesave që Allah Gjeleshanu i ka kriju. Inshallah Allah na udhëzon e të gjithë dhe së bashku në xhenet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.